Partitë e opozitës po u bëjnë thirrje institucioneve të vendit që të përshpejtojnë procesin e caktimit të afatit për mbajtjen e zgjedhjeve për pushtetin komunal. Sipas ligjeve në fuqi nëntori shënon fundin e mandateve të pushteteve në komunat e Kosovës dhe opozita po kërkon që zgjedhjet të mbahen më herët. Presidenti i vendit ka paralajmëruar fillimin e këshillimeve për të vendosur për këtë afat. Çështja e zgjedhjeve ka nxitur debate posaçërisht pas vendimit që votimet për pushtetin qendror nuk do të mbahen para vitit 2011. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu. Në Kosovë po vazhdojnë debatet rreth afatit të zgjedhjeve të përgjithshme dhe atyre të pushtetit komunal. Sipas kalendarit zgjedhor, zgjedhjet lokale parashihet të mbahen në nëntor të këtij viti. Por përfaqësues të partive politike në Kosovë kërkojnë që këto zgjedhje të mbahen një muaj më herët, ndërsa vazhdojnë të kundërshtojnë vendimin e presidentit Fatmir Sejdiu, i cili parasheh që zgjedhjet e përgjithshme të mbahen në vitin 2011. Në të vërtetë është koha e fundit që të ketë konsultat subjektive politike në mënyrë që presidenti përfundimisht të marrë konsensusin e subjektive politike në mënyrë që të përcaktohet një datë e mundshme, e pranueshme dhe të shpallën zgjedhjet në mënyrë që të fillojnë përgatitjet dhe subjektive politike, por në veçanti të atyre të cilët do të menaxhojnë zgjedhjet. Në zgjedhjet e fundit e kemi pas një dalje kult të zgjedhësve në qendrat e votimit. Mendojmë se kjo duhet të rritet dhe mendojmë se një prej arsyeve mund të jenë edhe kushtet atmosferike, pastaj duhet të jetë përgatitja, fillimi i përgatitjeve sa më herët, që shohim si një problem serioz, një problem esencial sot në Kosovë. Dhe këto janë gjitha ato mendimet tona, të cilat na bëjnë mendojmë se edhe institucionet e vendit, sidomos presidenti i vendit, duhet ta merr shumë më seriozitet këtë çështje. Kërkesa e opozitës për të mbajtur zgjedhjet një muaj para afatit të rregullt është shumë arsyeshme dhe këto institucione nuk janë të gatshme spaku ju jeni dëshmitar që ende presidenti nuk i ka ftuar liderët e partive politike që të vendosë për datën e zgjedhjeve. Ne si subjekt politik nuk na prishkon qoftë mbajtja më herët një muaj apo një muaj më vonë, jemi të gatshëm të mbajmë zgjedhjet, andaj unë cilin do vendim që do ta marr presidenti për të gjë, natyrisht në akordim me subjektet tjera, ne do të mirim, ne aprovojmë. Përfaqësues të partive politike në Kosovë thonë se vendimi për caktimin e afatit të zgjedhjeve duhet të merret bashkërisht nga të gjitha partitë politike. Ata kritikojnë presidentin e vendit se siç thonë po e zvarit procesin zgjedhor, gjë që sipas tyre do të ndikojë edhe në rezultatin e zgjedhjeve. Ditë më parë, ndërkaq presidenti Fatmir Sejdiu ka njoftuar se së shpejti do t'i thërras udhëheqësit të partive politike të Kosovës për të gjetur një datë të përbashkët për mbajtjen e zgjedhjeve lokale. Do të filloj konsultat e nevojshme në afatin ligjor me gjithë partitë politike që pretendojnë natyrisht të marrin pjesë dhe të palosin vlerat e tyre në një konkurrencë të mirë zgjedhore. Natyrisht se do të përcaktohet data e mbajtjes së tyre në bazë konsultave. Ndonë se partitë politike në Kosovë po i bëjnë përgatitjet e tyre që në vjeshtën e këtij viti të fillojnë garën për zgjedhjet lokale, shpeshherë është ngritur mundësia që këto zgjedhje të shtyhen. Procesi i decentralizimit dhe regjistrimi i popullsisë përmendet si pengesa të mundshme në mbajtjen e zgjedhjeve lokale këtë vit. Përfaqësues të partive politike ndërkaq thonë se mandati i institucioneve komunale ka dhënë në vjeshtën e këtij viti, andaj i bëjnë thirrje presidentit të vendit që sa më shpejt të fillojë këshillimet me partitë lidhur me datën e zgjedhjeve. Për Zërin Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.